Miqësimi të dashur, jemi rikthyer sërish bashkë pas një bloku publicitar. E një falënderimi posaçëm shkon për sponsorët tanë, ata janë Vala Forgji dhe Uji Dum Dum. Ne vazhdojmë tutje me rubrikën tonë të radhës, e vërtetë e pavërtetë. Angela Martini, shtatzën? Kjo nuk është e vërtetë. Lidhja e saj me biznismenin Dragosha nga Rumania po del të jetë diçka më serioze. Dhuratat, udhëtimet dhe dashuria që kanë njëri për tjetrin janë vazhdimisht të shprehura në rrjetet sociale të dyja palëve. Duke qenë se kjo lidhje konsiderohet si më e gjata e Angelës, na vuri në dyshim për një shtatzani të mundshme. Mirë po, me të kontaktuar me të, ajo e hodhi poshtë pretendimin për një fëmijë në jetën e tyre. Angela tha që është më tradicionale në këtë aspekt, pasi një herë dëshiron fejes, dasëm e pastaj fëmijë. Ledri dhe Vigani në bashkëpunim? Kjo është e vërtetë. Nuk ka asnjë javë prej kur Ledri erdhe në bashkëpunim me Lumin e Kejos, në një projekt që përfshiu edhe Gjikon e Skerdin, por duket se reperi nuk do mbetet pa duet as me antarin tjetër të grupit, Viganin. Bashkëpunimi i Ledrit dhe Viganit për të dy artistët hyn në vazhde në një periudhë të jetë produktive në karrierë me shumë projekte të publikuara që prej fillimit të vitit. Shtyhet bashkëpunimi mes Labit dhe këngëtarës me ngjyrë? Kjo është plotësisht e vërtetë. Tingëlloi pak i çuditshëm dhe si rrjedhoi me zipritej si produkt muzikor, por u bë një kohë relativisht e gjatë prej momentit kur u paralajmërua bashkëpunimi me Oneki Labino Tahirit në karrierë me një këngëtare me ngjyrë. Kënga nuk u publikua kur pritej, megjithatë, kjo nuk do të thotë se planet për dyshen janë anuluar. Prive ka arritur të mësoj se realizimi i projektit të Labit me Nediq vetëm se është shtyrë për një periudhë kohore të pacaktuar për të përfunduar më vonë. Labi aktualisht përpos në aktivitetet humanitare, aktiv po tregohet edhe në politik, tashmë në pozicionin zyrtar si koordinatori AKR-s për Ferizaj dhe me Xhas. Koha për muzikë po rezulton gjithnjë më e pakët.